Pa më thuaj kush ishte profeti, pse në zemrat tona emriti na mbeti. Pa më thuaj babi ç'bëri ai njeri, kurse kemi paj, kemi shumë dashni. Ai ishte më i miri kësaj bote, sa shumë më pëlqen pyetja e jote. Mira pejgamber Zoti i dërgoj, e ai është i fundit, rrugën e ndriçoj. Miro babi dashur më tregoj dhe mami, më tha që ati i zbriti Kur'ani. Më tregoj i dashur se dua ta di, a ishte e bukur fytyra e tij. Ai ishte i bukur, fytyra e tij plot nur, e njeri si ai s'do të lind më kur. Ishte shumë i dashur edhe me fëmijë, ishte i mëshirshëm me pleqe me tri. Librat e më hershëm Zoti i ka zbrit, e libri i fundit Kur'ani plot drit. Fjala e parë që zbriti është fjala mëso, është urdhër i Zotit kur mos e haro. Pra është e vërtet që nëse mësoj një urdhër të Zotit, unë në vend e qoj. S'do bënte profeti, po t'më shqicetash, unë duke mësuar, a do ishte knaq. Do ishte i lumtur, do knaqej me ty, se je fmi i mirë, plot dasha mirësi. Mendje madh me u bon, Zoti se pëlqen, edhe pejgamberi atë pune uren. Ai ishte modest, e donte modestin, e donte të riun, plakun e fëmin. Nëse mëson mirë dhe e ruan derin, do ta gëzosh Allahun edhe pejgamberin. Emri Muhammed, çfarë kuptimi ka? Kënde kishte nën, kënd kishte baba. Ç'bënte Muhammedi me shokët e tij? Më thuaj më tepër se dua ta di. Emri Muhammed do të thot i lavdruar, erdhi plot mëshirë, njeri i bekuar. Abdullahin bab, Eminen nan, fytyra e tij e ndritur, ndriçonte si han. Para se të linte, baba i ndroi jetë, pastaj i vdiq nëna, e jetim ka mbet. U kujdes xhaxhai derisa jetoj, dikur mbeti vetëm, vujtje përjetoj. Jeta e vështirë, përse nuk e lodhi. Pa më thuaj babi, më tutje çka ndodhi. Ti ke thënë që vdekja kur nuk ekziston, e njeriu vetëm jetën e ndëron. Kur ta ndrojmë këtë jetë, ai ta tutje çka ndodhi. Ti ke thënë që vdekja kur nuk ekziston, e njeriu vetëm jetën e ndëron. Kur ta ndrojmë këtë jetë, ai takojmë profetin, me zi pres ta shoh
shoh Muhammedin, du ta përqafoj edhe ai mua. E di dhe me zemër, o sa shumë të dua. Birim i dashur, ai ishte mëshira, ai është si kandili që ndrit e rësira. Me këshillat e tia na e ndriçoi jetën, përmes ti Allahu na mësoi të vërtetën. Sa i përket takimit ti mos u mërzit, kush ka pas dashni, ai atë ka me prit. Kush e përshëndet gjatë jetës dynja, pranon përshëndetje nga Imami Allah. Vazhdo babi im, të lutem vazhdo, se s'më ngopet zemra, lutem mos ndalo. Mu thuaj për fund, veç edhe diçka, a për këtë arsye me lotë kam pa. Dëgjo biri im, Kur'ani na mëson, kush e do Allahun, Allahu e don. Kush e do profetin, ai e dashni. Ditën e gjykimit i e puj me pim. Normalisht që loti rjedh kur e kujton, shpirti salavate gjithmon i dërgon. Pak fjallë ti mësova, e shumë kam për than, fjallë për Muhammedin, alejhi selam.